Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, marrëdhëniet mes banorëve shpesh kalojnë përmes keqkuptimeve, hamendësimeve dhe sqarimeve të hapura që ndodhin para syve të të gjithëve. Një moment i tillë u krijua kur Edi ju drejtua Klodit dhe Dolces, duke ngritur dyshimin se Eliona kishte dashur të futej në mes të tij dhe Dolces. Fjala e Edin nuk ishte thjesht një akuzë drejt për drejt, por më shumë një perceptim personal mbi dinamikën që ai kishte vënë re mes tyre. Kjo deklaratë solli menjëherë reagimin e Dolces, e cila u tregua e prerë dhe e sigurt në përgjigjen e saj. Jo, tha ajo, nuk ka shanse që të ngatërohem me një gocë për një të dashur. Me këtë fjali, Dolce vendosi një kufi të qartë, duke treguar se për të situata nuk kishte asnjë lloj ngatërimi emocional apo hapësire për keqinterpretime. Ajo e bëri të qartë se ndjenjat dhe zgjedhjet e saj janë të vetëdijshme dhe nuk ndikohen nga ndërhyrje apo situata të dyshimta. Ky moment sqarimi ishte i rëndësishëm jo vetëm për marrëdhënien mes Edin dhe Dolces, por edhe për mënyrën se si banorët ndërtojnë dhe mbrojnë pozicionet e tyre brenda shtëpisë. Në Big Brother, çdo shikim, çdo bisedë dhe çdo afrim mund të interpretohet si strategji apo si interes personal, duke krijuar terren për keqkuptime. Prandaj, sqarimet të tilla publike shpesh bëhen të domosdoshme për të shmangur tensione më të mëdha. Nga ana tjetër, përmendja e Elionës në këtë kontekst tregoi se ajo, dashur pa dashur, ishte bërë pjesë e një narrative që nuk e kishte ndërtuar vetë. Kjo është një situatë e zakonshme brenda shtëpisë, ku emrat përfshihen në histori që lindin nga perceptime dhe jo domosdoshmërisht nga fakte konkrete. Pikërisht për këtë arsye, reagimi i prerë i Dolces shërbeu si një mbyllje e qartë e këtij diskutimi. Ky episod tregon edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është vetëm një lojë strategjie, por një ambient ku emocionet, marrëdhëniet dhe perceptimet personale ndërthuren vazhdimisht. Banorët jo vetëm që duhet të menaxhojnë veten dhe